Edhe Ballkani ka marrë një fitore të madhe në garën për titull duke rikthyer kreun e tabelës përkohësisht. Skuadra suarekase ka triumfuar ndaj Drenicës Pono Suarek me rezultatin minimal 1-0. Ka qenë Giovanni Riberio që shënoi golin e fitores në pjesën e dytë, më saktësisht në minutën e 78. Me një gol dhe 3 pikë, Ballkani e gjen veten prapë në vendin e parë në tabelë, të paktën përkohësisht deri në derbin Prishtina-Drita që luhet sonte nga ora 20, në fakt ndeshja vetë ka filluar. Momentalisht Ballkani ka 39 pikë në tabelë, një më shumë se sa Drita e 3 më shumë se sa Prishtina, që kanë nga një ndeshje më pak, ndërkohë Drenica është e fundit në tabelë pas këtij rezultati me 21 pikë të tubuara, një më pak se Prishtina Re në vendin e 9 dhe 2 më pak se Ferizaj në pozitën e barazhit.